Tani flasim për përmbylljen e procesit të numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. A ka përfunduar gjithçka? A ka afate ankese dhe kur do të shpallen rezultatet rëndare? Këtë do të na tregojë më shumë kolegja Djelza Berisha. Djelza, është lidhja për juve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të vendimit të PZAP-s lidhur me ankesat e subjekteve politike, ku partitë politike kanë pasur kohë deri të dielën që të dërgojnë ankesat e tyre lidhur me ndonjë parregullsi të mundshme gjatë procesit të numërimit të votave. Në fakt dihet që të premten e të shtunën kanë dërguar 2 ankesa dhe të 2 ankesat janë ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët kanë kërkuar që të bëhet pra rinumërimi i votave në subjektet e tyre. Më konkretisht është kandidati Bekim Haxhiu, i cili ka kërkuar që të bëhet rinumërimi i votave të kandidatëve të subjektit të tip politik, me qenë se thotë që ka 6 vota mangu. Dhe pas këtij shqyrtimi, sigurisht që pra PZAP-ja e ka nisur një shqyrtim të tillë dhe ka afat që deri nesër pra të martën të japë vendimin lidhur me këto ankesa. Më pas, sigurisht që nëse palët nuk pajtohen, kanë të drejtë që ankesën ta dërgojnë edhe në Gjykatën Supreme, e cila në bazë të ligjeve për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës ka afat 5 ditë që të shqyrtojë pra ankesën dhe të marrë një vendim lidhur me ankesën e mundshme kanë subjekti politik. Sigurisht që ne kemi dërguar pyetje edhe në PZAP për të kuptuar nëse do të merret një vendim pra të paktën deri para afatit ligjor të dihet nëse do të shkojë në rinumërim pra në bazë të ankesave që ka dhënë pra vetë kandidati Bekim Haxhiu, apo nëse ankesa e tij do të bie poshtë. Mirë, po deri tash nuk është që kemi marrur ndonjë përgjigje nga ana e tyre dhe sigurisht që pra nëse pastaj ka ankesa prap ka palët dhe nëse shkojmë pra në Gjykatën Supreme, atëherë i bie që certifikimi i rezultateve potencialisht të ndodh paktën ka mbesi i javës së ardhshme, por sigurisht kjo varet prej nëse pra dërgohet edhe në Gjykatën Supreme ankesa në tutje. Pas certifikimit të rezultateve dihet që pra subjektet politike kanë kohë 30 ditë që të bëjnë pra konstituimin e kuvendit, më pas kanë 15 ditë që të bëhet edhe formimi i qeverisë. Në anën tjetër e dim që njohësit e fushës së politikës po thonë që është më së miri pra që konstituimi dhe formimi i qeverisë të bëhet para përmbylljes së afateve ligjore në mënyrë që të lihet hapësirë afatit 60 ditor për zgjedhjen e presidentit dhe sigurisht që të kryhet sa më shpejt në mënyrë që të ketë më shumë kohë pra për zgjedhjen e presidentit dhe që vendi të mos shkojë përsëri në zgjedhje. I qartë Djelza, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. E derisa jemi në pritje të formimit të institucioneve, aktualisht Kosova vazhdon të thotë jo projektit amerikan të gazit të lëngshëm.